Eksodi të ekipi Kuksit nuk ka të ndalur tashmë largimet, po zyrtarizon 1-1. Plerant Fejzaj nuk është më pjesë e skuadrës verilandore. Mesfushori ka konfirmuar largimin përmes një postimi në rrjetet sociale, ku ka falendruar bashkëlojtarët, stafin teknik dhe tifozët për mbështetjen e dhënë gjatë periudhës së tij tek Kuksi. Ky zhvillim konfirmon qartë se Kuksi po kalon një periudhë të vështirë në mërkaton e janarit. Sipas Panorama Sport, largimet e njëpasjeshme po e çojnë skuadrën drejt një shpërbërje të pjesshme, ndërsa Fejza ishte një nga elementet më të rëndësishëm të mesfushës. Largimi i tij dobëson edhe më tej organikën e ekipit në një moment delikat të sezonit. Ditët në vijim priten të jenë përfundimtare për të ardhmen e mesfushorit, ndërkohë që Kuksi përballet me nevojën urgjente për riorganizim të brendshëm. Situata bëhet edhe më shqetësuese në aspektin teknik, edhe pse ishte e paralajmëruar se klubi do ta kishte gati trajnerin e ri në fillim të vitit 2026, java e parë e janarit u mbyll pa asnjë zhvillim konkret. Aktualisht skuadra vijon të drejtohet nga një staf kujdestar me në krye drejtorin Asuele Dervishaj, Rej Pecani, Argel Avdiu, Eni Imami dhe Plerant Fejzaj janë tashmë zyrtarisht të larguar, por lista e divorceve pritet të zgjerohet edhe më tej. Emrat e lakuar janë të shumtë dhe në ditën e vijim priten të tjera zyrtarizime e largimesh, çka vetëm sa rrit pasigurinë në kampin verilandor. Çdo ditë që kalon vetëm sa shton pikpyetjet dhe venitet shpresat e verilandorëve për të zbutur krizën, teksa skuadra vijon të funksionojë pa trajner zyrtar dhe pa asnjë përforcim të ri në horizont, shkruan Panorama Sport.